Deklaronte këtë gjë zoti Rama, sot lideri i opozitës deklaron këtë gjë, mund të quhet si kronika një ngjarje të paralajmëruar. Sot dëgjoja liderin e opozitës fliste për 60.000 vota diaspore të munguara, ashtu sikurse i kërkonte dhe i bënte thirrje zotit Ilirian Celibashi bashkë me të edhe komisionerëve të tjerë të fillojnë të dorëzojnë procesverbalet sepse nuk e kryen këtë gjë në emër të transparencës. Më shpjego shkurt fillimisht çfarë do të ndodhur aktualisht. Pse ju ka dalë KQZ-ja pengesë në këtë rast në transparencën e kësaj situate? Shiko, me qëllim transparencën e plot të asaj që ka ndodhur në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ne kemi bërë disa kërkesa të përsëritura drejtuar komisionerit shtetëror të zgjedhjeve, duke kërkuar pamjet filmike, qoftë në qendrat e votimit, qoftë në vendet ku janë numëruar votat, ashtu si dhe dokumentacionin zgjedhor që përfshin proces verbale, librat veçantë, pra i gjithë dokumentacioni që është hartuar dhe plotësuar në kuadër të këtyre zgjedhjeve, sepse indicia apo dhëna që ne kemi kanë të bëjnë me shkelje shumë të rënda, të cilat provohen ndër të tjera dhe duke siguruar këto materiale që aktualisht i disponon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në fakt, nuk është një dëshirë e dikujt, qoftë e zotit Celibashi apo ndonjë përfaqësuesi tjetër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si për shembull ai Varci të Bajram Begajt, për t'i vënë dispozicion opozitës materialet zgjedhore. Është një antar atje që mendon që prollon drejtësi zgjedhore, është Vartësi Bajram Begajt. Punon si këshilltar ligjor i Bajram Begajt. Dhe mendon tani ky Varci Bajram Begaj dhe këshilltar ligjor i Bajram Begaj që mund t'i mohojë opozitës të drejtën për transparencë. Kjo gjë nuk ka për ndodhur sepse e para kjo nuk është një dëshirë apo një tek e dikujt në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por është një detyrim shumë i qartë ligjor që çdo subjekt i zgjedhor, pra jo vetëm Partisë Demokratike që është forca kryesore opozitare, por çdo subjekt që ka marrë pjesë në zgjedhje, t'i vendos në dispozicion të gjitha pamjet filmike gjatë procesit votimit, gjatë procesit numërimit dhe gjitha materialet zgjedhore që janë hartuar gjatë atyre të ditëve. Pse nuk e japin? Deri tani na është thënë që ne po i mbledhim, jemi duke i bërë gati, burokracia, administrata ka ngarkesë etj. Thjesht na është kërkuar kohë, por megjithatë ne kemi vazhduar të kërkojmë në mënyrë të përsëritur që na vijnë dispozicion ato dokumenta, veçanërisht kemi kërkuar që operatori postar DL, për cilin besoj do kemi mundësi të diskutojmë dhe më gjerë sot, të vërë në dispozicion provën që çdo zgjedhës e ka marrë personalisht zarfin. Dhe nuk ja kanë marrë ata patozët që besoj do kemi mundësi të diskutojmë pak më vonë dhe i kanë plotësuar ata në emër të zgjedhësve. Pra ne duam që të sigurohemi që u lexua vullneti i shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Dhe jo vullneti i patronazhistëve të Avlant Ballës dhe Edi Ramës që mund të jetojnë jashtë vendit apo jetojnë brenda vendit dhe kanë emigruar ato ditë. Pra, që DHL-ja të sjellë të gjithë dokumentacionin domosdoshëm që përteton një shqiptar, një firmë, pra një shqiptar diaspore, një firmë e ka marrë në dorë dhe e ka administruar. Unë mendoj që ju ka dalë pak sepse kur abuzon shumë të delë situata nga kontrolli. Fillim kërkesa është quar e para kërkesë është bërë në datën 8 maj. Jo nga ne kemi bërë kërkesa më përpara, po vetë komisioneri shtetëror i është drejtuar operatorit postar në datën 8 maj. Na u tha fillimisht që do i keni brenda datës 22 maj, jemi sot me datën 28, akoma nuk i kemi ato dokumente, ato prova të cilat vërtetojnë pikërisht atë që ne kemi thënë që ka pasur raste që zgjedhësit nuk e morën vetë personalisht zarfin me materialet zgjedhore, po e morën patronazhist, e morën njerëz të autorizuar apo njerëz të pa autorizuar dhe njerëz që ishin porositur nga drejtuesi politik i Partisë Socialiste që të mblidhnin zarfet materialet zgjedhore, ti plotësonin dhe ti dërgonin drejt Shqipërisë dhe kemi pasur mundësi që ta dokumentojmë veçanërisht në rastin e Greqisë ku shkelja, si më thënë, apo farsa elektorale ka qenë më masive. Ajo që keni parë sot edhe në deklaratën e zotit Berisha është në fakt që krahas fakteve të tjera të cilat ne kemi publikuar për rastin e Greqisë, qëllimi pse ne kërkuam se shumë njerëz mbas edhe nuk e kanë kuptuar në momentin që ndolli pse ne kërkuam që të veçoheshin votat e Greqisë, ishte pikërisht për të pasur ato dhëna që ka paraqititur sot zoti Berisha, pra për të kuptuar kushdo se si për farsën e madhe që ka ndodhur në Greqi, qoftë kjo e përkthyer edhe në shifra. Pra, tabela me 21 numër të njëjtë. 6 kuti rresht. Me të njëjtin numër. 6 kuti rresht me të njëjtin numër votash, probabiliteti që kjo gjë të ndodhur 0, vetëm kur ti po themi këtë proces e ke orkestruar nga fillimi deri në fund, mund të ndodhë që në 6 kuti ti të gjesh të njëjtin numër votash për Partinë Demokratike që është pakrahasimisht
më ullet me votat që ka marrë Partia Socialiste. E qartë, pra mbi 300 socialiste dhe vetëm 21 Partia Demokratike. Ne kemi raste, Sonila, po? Që jo vetëm është eksaktësisht numri i votave të Partisë Demokratike, është eksaktësisht edhe numri i votave të Partisë Socialiste. Pra ka kuti në të cilat po themi vi njëra pas tjetrës, është eksaktësisht i njëjti numër i votave të Partisë Demokratike. Pra detyra është shkruar me përpikmëri. Pra është nuk janë një korrektesë e frikshme. Nuk janë kujdesur as pakten për të krijuar atë fasadën deri diku të pranueshme që kjo gjë është normale. Të qëndrojmë pak te kujdesi. Sot syri televizion dhe i kthem këtu kolegut tim të nderuar